Shqipëria pritet të përballet me një përkeqësim të kushteve të motit pas 2 ditësh, si pasojë një qendre të re ciklonare që po fuqizohet mbi Italinë qendrore dhe që do të përfshijë gradualisht të gjithë Ballkanin. Pas 2 ditësh, Vlora pritet të goditet nga stuhia ciklonare. Meteorologët parashikojnë mot të përkeqësuar me rreshje shiu dhe ulje të mëtejshme të temperaturave, çka do të thotë se stuhia e cila në orët e fundit ka përfshirë edhe Italinë e Jugut do të mbrijë në Vlorë pas 2 ditësh. Ndaj qytetarët këshillohen të bëjnë kujdes duke shmangur lëvizjet e panevojshme. Një qendër ciklonare është pozicionuar prej disa ditësh në Italinë jugore, kryesisht në Sicili, por përgjithsisht pikërisht në Italinë e Jugut. Kjo qendër po zvoglohet dhe po zhvendoset drejt juglindjes, pra po vjen drejt jugut të Ballkanit, çka do të thotë se rrezikon edhe Vlorën, ashtu si kundër vendin ton. Stuhia e këtyre ditëve nuk po na prek, por pritet që në fundjavë ajo të jap efektet e veta edhe në Vlorë, ku pritet të shoqërohet me rreshje shiu. Aktualisht vendi ynë ndodhet në kushte relative të qëndrueshme, me rreshje të pakta dhe lokale, ndërsa temperaturat kanë shënuar rritje, duke arritur deri në 15 gradë Celsius në zonat jugperëndimore. Por kjo situatë do të ndryshojë këtë fundjavë, kryesisht ditën e diel dhe të hënë, kur sistemi ciklonar do të sjellë rreshje shiu me intensitet mesatar në të gjithë territorin e vendit tonë, përfshi edhe Vlorën. Temperaturat pritet të qëndrojnë rreth zeros dhe lehtësisht negative, gjë e cila rreshjet do t'i shndrojnë në dëbor vetëm në zonat e thella malore, ndërsa pjesa më e madhe e vendit, përfshi edhe Vlorën, do të kenë rreshje shiu me intensitet deri mesatar, por herëherë edhe të lartë.